Si s'mund t'a kthej atë kohën ma, kur m'thojshe vlla, e m'thojshe vlla, kur ne u deshtëm për Allah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Falënderimet dhe lavdrimet takojnë vetëm Allahut të shiklot. Allahun e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se përveç Allahut askush më të drejtë, në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë nuk meriton të adhurohet, sikur që dëshmojmë se Muhamedi është rob dhe dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, xhamatin të respektuar, s'ka dyshim se shoqëria njerëzore me gjithë përparimin e bën shkencë dhe teknologji, megjithatë në sferën morale ka ngel shumë rrapa. Jemi kthyer pothuajse në ato ditë që Muhamedi alayhi salatu wassalam i ka përshkruar në fjalët e tij: "Bada al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil-ghuraba." Islami fillimisht ka nisë me pak njerëz dhe do të rikthehet ajo kohë kur Islami do të mbetet prap në pak njerëz, fatuba lil-ghuraba. Andaj lumë për këta pak njerëz cilët do të qëndrojnë në rrugën e vërtetë kur të tjerët do të lajdisin. Nderuar vëllezër besimtar, jemi dëshmitar se ditët janë duke na sjellë surprizat pakëndshme. Feja është dobësuar, mbajtja për saj është bërë formale, saqë do të vijë koha, ashtu siç Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka përshkruar në një thënie të tij: "Hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul fa yaqul ya laytani makan." Kiameti nuk do të ndodhë, la takun musa. Kiameti nuk do të ndodhë, hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul, derisa njeriu kaloj pranvorit një njeriu dhe thot: "Ja lejteni me kane." Ah, mori vdekur, sikur une kisha në vendin tëmë. Nderuar vëllezër besimtar, me këto pak fjalë nuk kam për qëllim që në mesin e muslimanëve të shkaktojmë ndonjë pasigurim dhe veten e tyre se ne jemi prej atyre që nuk jemi duke zbatuar fenë. Megjithatë, duke tentuar që ta përshkruaj realitetin në cilën janë muslimanët, do të mundohem me lejnë Allahut azza wa jalla që të mos mbyllim rrugë, por të hapim rrugë, të hapim ato rrugë që i ka hapur edhe Allahu azza wa jalla, dhe atë në hijen e një ajeti kuranor në cilin Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Falawla kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ard." E pse të mos ketë patur çdo herë në çdo popull njerëz cilët kanë trashëguar vlerat e mira, njerëz cilët kanë trashëguar vlerat e të parëve tyre, njerëz cilët me gjithë devijimin e shumicës, ata kanë mbetur prapë në rrugën e vërtetë, dhe ne nderuar vëllezër besimtar, do të mundohemi që të përshkruajmë disa prej cilësive të këtyre njerëzve, dhe më pas me lejnë Allahut azza wa jalla shumë shkurtimisht do të bëjmë edhe përshkrimin e programit në cilin besimtari duhet të ecë në mënyrë që tjetë prej këtyre njerëzve cilët në kohën kur tjerët lajtisin, ata që ndrojnë në vërtetën. Në kohën kur tjerët i bëjnë mëkat Allahut, ata janë në adhurim dhe respekt për të. Nderuar vëllezër besimtar, cilësia e parë e tyre është se ata janë pasues të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kur Muhamedi alayhi salatu wassalam i përshkroi këta njerëz, përshkroi edhe programin e jetës së tyre: "Ma ana alayhi wa ashabi." Ata njerëz të shpëtuar, të cilët nuk do të lajtisin, janë ata që nuk janë ndan programit tim dhe programit të pasuesve të sahabëve të mi pas meje. Nderuar vëllezër besimtar, cilësia dhe veçoria e dytë e tyre është se ata janë pak.
për arsye se në gjuhën e Kur'anit, në gjuhën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, e vërteta nuk njihet me shumicë, por e vërteta njihet me të vërtetën dhe njerëzit njihen me të vërtetën, jo e vërteta me njerëz. Kur Muhamedi alayhi salatu wassalam u pyet për hadithin që ne cituam pak më parë, tha menil ghuraba, e kush janë ata të pak që do të mbesin ja Rasulullah, të pak që do të mundohen të praktikojnë fenë tënde, tha unasun salihun fi unasin suin kathir. Tha ata janë njerëz të devotshëm që njerëzisht do të jenë brenda një turme të madhe të njerëzve të këqij. Nderuar vëllezër besimtar, cilësi tjetër e tyre që unë do të doja shumë të jetë reflektohet edhe në shoqërinë tonë, është se këta njerëz, me gjithë kundërshtimet që kanë, me gjithë mos përkrajen që e gjejnë prej kolegëve tyre, që e gjejnë prej familjarëve tyre, që e gjejnë prej shtetit tyre, prej shoqërisë tyre, këta njerëz nuk lëvizin nga e vërteta. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq, la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Një pjesë e ummetit tim, pa marrë parasysh se çfarë do të ndodhë, do të qëndrojnë vërtetën dhe as kundërshtimet, po as ata të cilët nuk i përkrajnë, nuk do të mund të zbrapsin nga qëndrimet e tyre. Nderuar vëllezër besimtar, edhe ne që jemi në këtë vend, edhe ne që jemi duke jetuar në këtë kohë, sigurisht se jemi të interesuar që të përvetsojmë tipare, përvetsojmë cilësi që do të na bënin për atyre të cilët do të ishin prej të zgjedhurve, do të ishin prej të udhëzuarve, do të ishin prej atyre që nuk do të devijonin nga e vërteta. Këtë program, këtë platformë, Allahu Gjelle Gjelalu na ka përshkruar në Kur'anin famlar, respektivisht në ajetet cilat paraprin ajetin koranor që unë pak më herë të citova. Allahu në Kur'anin famlar si pikë parë programit për gjithë ata të cilët dëshirojnë të mos lajtitin, dëshirojnë të jenë të vërtetën, thot Allahu fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw. Nëse dëshiron të jesh prej atyre të cilët do të sigurojnë shpëtimin, atëherë ti duhet të jesh i përqendruar në të vërtetën, jo si ti mendon, jo si ti e percepton, jo si ti dëshiron. Mirë po, kema umirt, të jesh në të vërtetën, qëndrosh në të vërtetën, ashtu si që Allahu ka udhëzuar, ashtu si që Allahu ta ka përshkruar në të vërtetën, ashtu si që Muhamedi alayhi salam ka mësuar wala tatghaw, dhe mos kaloni në ekstremizëm në asnjërin anë, as mos të i kaloni kufit për të mirë, e as mos lëshoni pa dhe të lëni adhurimet për cilat juve jeni obliguar. E dyta, pika e dytë e programit është wala tarkanu ila alladhina zalamu. Nëse dëshironi të shpëtoni, atëherë zgjedhni shoqërinë, zgjedhni atë me të cilët ju do të kaloni jetën për arsye se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Njeriu është sipas moralit shokut vet. Ka e ke shok ashtu edhe je. Ndaj shiqo se me kë po shoqërohesh. Pika e tretë e programit është namazi. Nderuar vëllezër besimtar, namazi ka qenë jo vetëm kënaqësi e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Për arsye se ju kujtohet hadithi wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salat, dhe kënaqësia shpirtërore, prehja shpirtërore më është bënë në namaz. Megjithatë, Muhamedi alayhi salatu wassalam edhe dertët, edhe problemet, edhe brengat, edhe dhimbjet, edhe gjitha i ka shëruar me namaz. Sa herë që ka ndinë në një problem, Muhamedi alayhi salatu wassalam është drejtuar nga kibla dhe është lidh me Zotin e tij, dhe jo ralli ka thënë Bilalit, arehna bis salat, o Bilal, na fresko, na rahato me namaz. Pika tjetër, pika e katërt e këtij programi ndëruar vëllezër besimtar, është se Islami nuk është një program i cili i flet vetëm një njeriu, i drejtohet vetëm një shoqërie. Islami është një program që nuk pranon ndarë në mënyrë parciale. Duhet të jesh musliman, ta falësh namazin, mi po krahas kësaj
duhet të interesohesh edhe për shoqërinë. Për arsye se kur Allah e përshkroi këtë grup që kanë përvetësuar, kanë trashëguar vlerat e parë, tha ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard. Këta janë njerëz që ndalojnë nga e keqja që për hapën tokë. Ndëruar vëllezër besimtar, për çelë për shpëtuarve, ju lutem ndaloni nga e keqja, urdhëroni për të mirë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu. الحمد لله واهب النعم ومنشئ الخلق بعد الرنيم والعدم والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأمم وعلى آله وصحبه أهل المفاخر والكرم. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درجان الصلوات بمحمد عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم